Ndërkohë që dëgjojmë Hekrin dhe Baton andej. Qyra një ditë të këndshme, sot vendosa t'ju marr pak me vete gjatë gjithë ditës këtu në një ditë tipike tonën. So, mbrëm kemi kaluar një natë jo shumë të mirë, sepse Bato i filloi pak laringiti, por duke qenë se ja kuptoj me njëherë i bëra avull dhe i kaloi aerosol dhe i kaloi. Sot është shumë mirë, por jemi duke ja bërë edhe tani. Ja heqim maskën dhe ja ofrojmë atë tubin, sepse është vetëm një mënyrë që mund t'ja bëjmë diçka, ndryshe ai nuk pranon asgjë. Më duket se jam dobësuar pak, edhe pse nuk kam mbajtur dietën siç duhet. Po të kisha mbajtur dietën siç duhet, do isha shumë e dobët. Sot përgjithësi për mua rëndësi ka që kam nisur të bëj diçka. Kam shkuar 60% të abonimit në palestër. Nuk e di pse palestrat kushtojnë kaq shumë këtu në Tiranë. Domethënë nga 50 euro, 60 euro, 50 euro për hyrje 3 herë në javë. Megjithatë, kjo është një mundësi që unë të shkoj të dal nga shtëpia dhe të bëj diçka vetë, ndërkohë Bato po lufton me Hekrin jashta. Jemi zgjuar pak më vonë sot sepse natën kemi qenë zgjuar me Baton dhe Bato fjeti deri nga ora 6:30, 7 pa një qerek. Dje kisha lënë një pjesë të shtëpisë në rregull, siç mund ta keni parë, por nuk kisha vënë për të larë enët, se ishin 3-4 pjata për të larë dhe thash ok, po i vën nesër mëngjes, që nuk i kam vënë akoma sepse u mora me Baton. Ndërkohë Hekër është duke folë me mamin e vet në telefon dhe me Baton që bën aerosolin, Baton ndërkohë proteston. Do bëhemi gati, sepse unë do zbres Baton qerë dhe do ikim palestër. Ok, gati, dëgjoni Hekrin dhe Baton në sfond. Këto rrobat e palestrës kam 100 vjet që i kam shkruar në Itali para 15 vitesh, duhet pleca rroba palestre të reja, por akoma nuk kam dalë që të shoh. Do aplikoj krem, kjo është anti-aging nga Ara Herbs dhe kjo është SPF-ja. Sepse do shkoj në diell edhe fakti është që ju kam thënë që kam filluar epilimin lazer dhe e kam bërë edhe në pjesën e fytyrës. Unë kam pas goxha si push këtu të zi dhe shikoni nuk kam asgjë, edhe pse është seanca 2 seanca kam bërë, por që kam vënë re realisht shumë ndryshime, edhe në zonën e fqetullës nuk më kanë dalur më fare qime, përveç se më shpërmirësuar pak edhe tekstura e lëkurës, duke qenë se unë e vuaj pak nga strawberry skin, ju kam treguar dhe ndër vite, kush më kanë ndjekur në vlogje që kam përdorur dhe produkte të ndryshme kështu me radhë. Tani do aplikoj edhe SPF-n. Kjo është minerale, kështu që unë zakonisht e punoj paraprakisht në duar dhe pastaj aplikoj. Është shumë safe edhe për bazat që janë shtatzënë me gjithënjë, por unë aplikoj gjithmonë me krem tjetër poshtë, duke qenë se kam lëkurë të thatë edhe si ku më thatë më shumë. Sot jemi shumë lënë. Bato ja po vjen jo sepse Hekri u zgjua pak më vonë dhe ka punë. Dhe unë tani mora qësa gjëra të bëj gati Baton për në qerve. Bato, hajde shkojmë lajmë dhëmbët. Hajde. E ka shumë qef. Shpejt e banja të lajmë dhëmbët. Shpis. Bato është duke larë dhëmbët, po Bato, me pastën Jack and Jill edhe me furçën. Ja, ju kam treguar produktet e tyre. Dhe Bato e ka shumë qef. Më hape gojën, Bato? Ja. E le njërë t'i laj vetë dhe pas taj në fund fare ja frokoj pak edhe unë sigurisht. E pa dhe ju se sa dëshirë ka. Mbaruan tani do shpërlajmë buzët edhe ftyrën. Tani ujnë. Hajde t'i fshin mama ftyrën, hajde. Opa. Bravo Bato, u bërë bukurojsh. Pastërtor. Makina, ti apun makina, e fiksimi momentit. Bato, hajde tani se do ikim qerve. Ka vendos që nuk do të vishet poshtë. Po ato nuk t'i marim do këto qorapet. Po nuk t'i marim do të në qerve ato. Ndërkohë kam këtu soft balm stick nga Kokoso për pjesën e lëkurës. Edhe kam Happy Scalp Cream nga Kokoso prap për sa i përket scalpit kremit, po duhet të vendos një pak nga kjo se ndryshe pastaj bëhen flokët të ngarkuara me produkt. Thjesht e jepni pak të duart dhe aplikoni, edhe këto zakonisht ja bëjnë në mëngjes.
Tani fut duke pirë dhe hallë, domethënë. Do vish sa herë mund të smuren pak, lastohen akoma edhe më shumë. Bato, hajde. Më shef tani pidall dhe më bën ca gjeste me gojë kështu. Domethënë sot s'kam bërë asgjë. Domethënë shtëpia është okej, kisha rregulluar mbrëmpa, po tani do t'ja tregoj më vonë kur të kthehem se si është. Dhe është ora 9:30. Unë do të kisha qenë tani duke mbaruar palestrën. Nuk ka ndërmend, duhet me marrë me zor. Tani po bëj gati elektrolitet për veten. Tani do t'jap unë. Ja, tani do ham sikur s'ka ngrënë sot, po nice. Opa. Dhe do fus hydrolytes nga Power of Nature që janë elektrolite. Po, dhe janë perfekte gjatë palestrës dhe pas palestrës, sidomos kur dërsish shumë. Ndërkohë është duke bërë gati një qese me lodra për të marrë për vete. Shikojeni. Pavarësisht se din që në qerë dhe nuk lejohen dhe nuk është se i lën, po a i fiksohet gjithmonë, i merr me vete poshtë, pasi ne ja marrim edhe ja kthejmë brak në shtëpi. Që Bato sot shkoj pa qef në qerde. Zakonisht shkon me shumë qef, po nuk e di. Ose fakti nga që ka dalë shpesh me mamin, me vllajin, me Olën. Ka parë dhe gjyshrit në Gjakov. Dhe thonte që donte të shkonte te Neja të Daja të vllajim, domethënë dhe te Ola, mori dhe lodrat me vete, pastaj më thoshte nona. Me pak fjalë nuk e di, ishte pak kështu dhe lajmërova Hekrin në telefon që t'jetë në gatishmëri në rast se duhet ta shkojmë ta marrim sot. Jo, çdo ditë është okej, ka dhe ditë kështu. Dhe unë do me bëj më të mirën. Unë po e drejtoj me njëherë palestrës që ndodhet tu te liçeni. Pavarësisht se mendoj që është pak e kushtueshme, por të paktën ka pamjen shumë të bukur. Dhe kushtet higjienike janë shumë të mira, që ka shumë rëndësi kjo në një palestër. Kalon gjithkohës sanitarja që pastron, rregullon, higjienizon. Dhe kjo është për të vlerësuar, se zakonisht në palestra nuk kam parë. Unë sikur kam qenë gjithmonë në palestër, po nëse u kuptua pak sinci. Mbaroj kjo pjesa e stërvitjes, dhe qa di dhe sot. Dhe kisha këmbët, ndërkohë arrita të flas me Hekrin. Dhe sa ishte futur në qerdhe, kishte vazhduar të lozi me shok dhe na kishte harruar. Kështu që kjo është gjysma e keqes. Ndërkohë, kush më ndjek në Instagram, dje postova që mu qa goma, komplet mu qa, dhe sa zbrita nga shtëpia poshtë, ishte për tokë. U detyrova shkova me taksin punë dhe ndërkohë ja lash Hekrit makinën që të merrej, se unë ishte shtrëmbuar dhe disku, kështu që akoma makina nuk është rregulluar. Shpresoj të rregullohet sepse sot jam punë kamës dhe kemi shumë pak kohë për të bërë 101 milion gjëra, për t'u larë, për sistemuar, për të gatuar, për t'u bërë gati, kështu që t'i fusim një prap deri në shtëpi. Por që të bëjmë, sa bezdi kam kur I kap flokët dhe Hekri sa
Erdhi dhe solli makinën, më në fund u rregullua, nuk e di. Dëmi faktikisht u bë me mua dhe s'kisha bërë ndonjëherë në dëm kaq të madh, domethënë, jo vetëm u shpua goma, por edhe u dëmtua. Tani, përpara se të lahem, do si mbajnë. Zakonisht unë aplikoj me guashan e Ada Herbs, por më shtyr do e bëjmë pak me duar. Gjithashtu dje jemi kthyer nga Gjakova, dje ka ndodhur shumë gjëra. Dje jemi kthyer nga Gjakova dhe kam akoma valizhëm për të nxjerr për të larë. Përveç kësajt, nuk u bëra vlog këtë herë në Gjakov. Kishim gati 2 muaj sa që nuk shkonim. Kemi qenë për vitin e ri dhe s'kemi qenë më. Përveç kësajt, edhe mami e Hekrit ka qenë pa qef. Unë nisëm mbas punës time dhe qëndruam atje 2 net. Dhe Bato pati mundësi të ri pak edhe me familjarët atje. Tani do laj pak duart, do vendosim vend vajin dhe të shkojmë të merremi me sallonin. Tani është kjo pjesa që është për të rregulluar laçet e Batos, disa janë për t'u larë, por fillimisht gjëja e parë që do bëj është të vendos pak mish për gjell për t'u zirë së bashku me perime. Vendosa mish për gjell, karota, selino, qep, vaj ulliri, kryp nuk e kam shtuar se i shtoj në fund në bazë edhe se si du ta shfrytëzoj për Baton. Dhe kështu i kemi bërë që thash arëson brën dhe sot është mirë, shumë mirë. Të shohim nëse do kemi ndonjë epizod tjetër. Faktikisht kunata ime bashkë me nipin e Hekrit, nusja tjetër ishte smur. Edhe ndoshta kam marrë dhe Bato virozën, pavarësisht se ato nuk është se ndetën bashkë ose puthën, po never mind, ai është i vogël, më të marrë çdo gjë. Pavarësisht se si thash, ishte mirë, edhe në qerdhe na thanë që është mirë. Kam hapur këto jam bërë dhe fiksimi i Hekrit dhe çdo njeri që kam thënë që janë të mira dhe këtu janë mish, kastraveca, pak mozzarella, u sajova pak për drek se më duhet i kish shpejt në punë dhe para se të lahesha hëngra dhe një portokall se kisha pak uri të drejtën dhe kështu. Tani kam filluar pak të më definohen krahët, por kam akoma punë. Zakonisht këto ha 2 ose 3 varet, ndërkohë kam rriun këtu poshtë, po nuk ha të kudo. E kemi qethur, dhe është bërë shumë bukurosh, shikojeni. Ha më rio, tregoj njerë veten sa bukurosh që bërë. Këtë kam zgjedhur mishin e gabuar, se dje morën mishin Gjakov dhe Hekri zakonisht merret me ndarjen, këtë klasifikimin, po e përdor shumë terma. Dhe unë mora një, po më duket pas ka qenë i gjithë kështu si filet i vogël, po s'ka që e hëngra unë të zirë. Gjithsesi u zije dhe u bogati kur të kthehem pastaj për të bërë ndonjë gjë të shpejtë për darkë, se po s'pata diçka bazën e mishit, të lëngut të mishit, perimeve kështu, bëhet pastaj shumë e vështirë për Baton për të gatuar diçka, por do përfitoj edhe nga rasti të bëj një kafe. Këtu kam suplementet e mia, si që tregova Hydrolyze, që vinë bashkë me vitaminën C nga Power of Nature. Duhet të përdorni të ndara, jo bashkë, dhe pastaj magnesiumin, kjo më pëlqen shumë, është premium 5 dhe ka disa forma të magnezit, është ardhur shumë i mirë dhe kam parë rezultate nga kjo dhe shtova dhe omega 3-shin. Se kam filluar akoma ta përdor, por do t'ju tregoj.
Ndërkohë, unë akoma nuk kam gjetur gjezve për induksion, kështu që jam me çfarë po bëj. Do bëj një kafe turke. E bleva këtë tek marketi Lagjës. Kafe turke nga modeli i vjetër, nuk e di si është e mirë apo jo, por nëse njihni ndonjë brand tjetër më të mirë, më thoni. Tani unë i bëj pak a shumë me sy. Marr një lugë kafe dhe shtoj ujë me sy, pak a shumë. Sheqerin vazhdoj mos ta përdor. Të largoj pak këto sytë si panda, micellar water, other herbs. Fajn e kam vetë, sepse i kam larë dje, po i kam larë shpejt nga që ndodhen shumë gjëra, m'la makina, mora taksi. Njëri taksi mori 8 euro, tjetër mori 6 euro. Dhe u ktheva, hekri ishte lodhur shumë, ishte si pa qef, ose batonatën pa qef, me laringit. Ideja është që jemi mësuar pak me laringitin dhe dallojmë me një herë, dhe i kemi të gjitha gjërat e nevojshme në shtëpi gjithmonë. By the way, me depilimin lazer nuk kam më asgjë që nga seanca e parë. Nuk e prisja këtë rezultat, se po kaloj nga muhabet, por që doja të thoja që edhe unë mbrëm kisha më planë sot gjëra të tjera, në fundim gjëra të tjera. Gjithashtu doja t'ju pyesja se çfarë keni dëshirë të shihni më shumë. Kam dëshirë të kthehem në 2 vlogje në javë, nëse arri t'i bëj dhe t'i më prezente këtu, si në kohët kur bëja vlogmat, por nga ana tjetër kam vënë re që po shihni më pak videot e mia këtë periudhë. Nuk e di nëse më ka bërë ndonjë bam YouTube-i, kështu që nëse shihni këtë video, ju lutem komentoni, bëni like, bëni share, në mënyrë që mos më bëj ban. Tani do bëj një make-up shpejt. Doja t'ju thoja për këtë Clarins që është Chestnut 02-shi. Kjo është një laps waterproof. Unë nuk jam shumë pro lapsave, produkteve të make-upit waterproof, sepse thajnë syrin dhe krijojnë irritime. Por, unë këto nuk e vendos brenda syrit, e nisi me këtë gjë, është shumë i mirë. Nuk irriton, nuk than, unë i kam syt shumë sensitiv dhe make-upet më krijojnë alergji, lotoj syt edhe kështu me radhë, prandaj ja u këshilloj, është shumë i mirë, përveç se zgjat, e përdor gati çdo ditë, ka dhe këtë pjesën nga mbrapa për të sfumuar dhe ja vlen. Unë e kam marrë tek Anajsi, por që çdo gjë që më pëlqen dhe gjëra që nuk më pëlqen ja u tregoj të gjitha, e dini. Kështu që ky ja vlen dhe zgjat shumë, kështu që përveç kësaj nuk është i zi. Pra ka këtë ngjyrën e kaftë si çokoladë, si lajthi, edhe është perfekt. Tani jam pak vonë, kështu që do bëjmë gati shpejt se gati. Kam veshur një palë gjinse dhe këtë bluzën e ses. Dhe doja t'ju thoja gjithashtu për një produkt tjetër që nuk e di nëse më pëlqen shumë, është kjo, që është fix për strawberry skin dhe këto problemet që kam unë. Kam kohë që përdor, por nuk e di a është okay për mua. Të paktën ky është perceptimi im. Do përfundoj pak se lyri buzët. Kjo është Endless Cacao. Dhe po mendoja ti shtoja nga Clarins Lip Perfecture, kjo është 18-ta. Ka hak si cherry. Si lule shtrida. Jo, qershi. Drita nuk është shumë e mirë, po është më bukur live. Me që u bëm gati. Kjo është krerja super e thjesht dhe e shpejt në 10 minuta. Sa me rritur flokët! Mami kishte porositur këto këpucët. Shkoni. Në kam mosh lëkur. Që kushtojnë diku tek 80 euro, pak e shumë. Shumë vitet 80. Dhe më pëlqen shumë, ja mora. Ja numër 39. Unë zakonisht me maj marr 39, edhe pse kam këmbën 38 e gjys, po kur kam bërë batën, duke sikur më shëndur, më zgjeruar akoma edhe më shumë këmba, nejse, i marr këtë numër, por i vesha dje tek Optika Nasir, më pëlqyen shumë, edhe gocat më pëlqyen, por nuk isha stabil, më duke sikur do më dilte këpuca nga këmbët dhe vendosa, i thash mamit, se thash mamit i mbaj unë, por si një palë tjera. Por si përfundim, vendosa mos t'i mbaj, sepse si që thash
39 ishin pak të mdhaja, 38 e di që do më vrisnin. Dhe kështu që i thash Mahmet, mami, mos përsit të tjera, varsisht ishin shumë bukura. O zot, na kënaqi kjo koha. Nga Kamza gjithmonë janë tragjike, ka shumë trafik, janë kamion, makinë dhe e kam shumë bezi se hum kohë, po që do bëjmë? Ka filluar të ndjej pak lodhjen nga mbrëmja, nga dita, se jemi dhe pak gjumë dhe palestra, por do mundohem të rri pozitive se kam 100.000 gjëra për të bërë. Duhet kaloj fshesën me korrent, përveç se duhet të bëj darkën. Dhe gjithashtu kam disa emaile për të përgjigjur me pjesën tjetër, me punën tjetër si influencer, content creator, se nuk ka vetëm pjesa optikës. Megjithatë, jam happy se sot ka qenë një ditë shumë e bukur dhe shumë ngrohtë, edhe pavarësisht se kam kaluar në makinë një pjesë të mirë të drekës mbas ditës, më ka pëlqyer shumë. Mora hekrën telefon dhe dua ta pyes nëse mund të nxjerrim baton pak. Do bëjmë një ndalesë bashkë te supermarketi se na mungojnë disa gjëra. Kështu që let's go, mos vanohemi shumë. Djali, sa i bukur. Ria, prit. Bravo! Ka ndalë grupit më presje këtu, te Baçja e Lagjes. Batalina. Qa po bën aty? Qa po mbledh? Hajde Rio, të shtëpia. Hajde të Rio, se po ikim të shtëpia. Babja, ti lëm gurat këtu? Bato, ti lëm këtu? A do mi marrë të shtëpia? Iku andej. Hajde Rio. Hajde Rio. I mblodhi gurat që donte dhe tani tha, hajde ikim të shtëpia. Që të regoj shpejt çfarë mora të bju këtë fletpalosjen me ofertë, do ta studioj pak. Mora të çajin nga Yogiti. Kjo është Good Night, më duk shumë interesant. Me zi për s'ta provoj. Buk. I mora bato stop plastelinat. E do gjurë të presoj. Na, me. Mbylli ato që ta bëjt e tavolina plastelina. Pastaj moje çilet, i kam shumë qef, madje do ta haj një. Edhe banane, edhe një bobinë të madhe Skotex. Para një bobinë XXL se nuk mjafton kur. Nuk o bato fiksu me plastelinat, ishin plastelina nga 2 vjeçës si. Qa bobi? Boban? Hapen? Shufeti? Hapim? Bobi, hapen. Ani jo, nuk për hapi që s'po mund supporton të fort. Qa gjyrë është ajo? E verdh. E verë. Po kjo? Jeshile. Shile, po. Po kjo? Blue, po. Po kjo? Red? U gëzove bato. Wow, do, ja ta frëm. Opa. Bëja babi forme. Bëja bato, bravo, bato. Gjën e parë që bëra është piva magnezin, premium 5, Edhe unë e pi. edhe hekretin, dhe kam vënë re shumë diferencë që kur e marr, si me energjinë, si me rikuperime, ndërkohë hekrin zori. Grillin pjastrën që i kam bler, që quhet kjo? Tost. Po kjo s'është tost, është më shumë si tost që ja kam bler.
Nuk e di, ja kam treguar herë tjetër, po ja u tregoj, e kam marrë te Oda Shop. Ja, Nanzore, kjo është produkti im i preferuar që bën familja e Hekrit, dhe ndër prosciutat më të mira që kam ngrënë ever. Jo, s'është jo. Jo, s'është e jonë. Dhe, ja, këtë e kam mbarë te Oda. Pozitivja e kësaj është që i hiqen këto dhe lahet veçmas. Ndërkohë Hekër duke bërë diçka për të ngrënë. Mami më pas ka sjell dhe vezët. Kisha sjell dhe asaj mish nga Gjakova dhe ajo harroi ta merrte dje. Erdhi për të marrë këpucët dhe më pas ka sjell dhe vezët që i bën pulat në fshatat. Për dark, batulinët, se vetë mund të ha pak, pjesën tjetër do ha ndonjë protein. Do i bëj pak oriz me lëngun e mishit me perime. Dhe do t'ja shoqëroj pastaj me kos tipike shqiptare, por një version pak më toddler friendly që ka perime më shumë. Ndërkohë Batulino vazhdon akoma dhe luan me plastelina. Që nëse keni fëmijë 2 vjeç e sipër, siç ishin me këto plastelina, mendojni se ka gjysmëore që po luan. Po pres që të bëhet orizi, ja erdhi te Bato, kurse më pa. Do të rregoja thonjt, i kisha të bëra, nuk e di ama keni vënë re. Prit Bato, prit, mos ma lëviz. Mama. Nuk e di ama kishit vënë re, i kisha si tip blu, siren, nuk e di, nuk është se më pëlqenin shumë, ti me sinqert. Dhe e kisha menduar një mënyrë dhe më dole një mënyrë tjetër dhe gjithashtu ishin pak si të fryra sipër, pavarësisht se Ola më tha që ti pas ka punuar shumë mirë dhe mu hapën në fund, mu hapën direkt, as kam bërë 2 javë, 3 javë, edhe i shkula vetë, se më nuk më pëlqeni fare. Që duhet të ribëj, kisha 2-3 vite që nuk i bëja. Qatë them tjetër. O Bato! Ja dhe darka e Batos, ndërkohë, shikojnë. Zëre sikur s'kam pastru fare sot. Po ha dhe unë pak oriz me kos dhe me një cop mishi. Pilaf me kos është ndër gjërat e mia të preferuar. Është bërë legjend tashmë. Ndërkohë Bato kërkoi dhe prap. Nuk është se kishte përfunduar gjithën, po kishte ngelur edhe pak dhe tha prap, kështu që të shohim se sa do mbaroj nga kjo. Pavarësisht se Bato është një fëmijë që han mirë, kryesisht është trup i imët, kështu që mos u mërzisni nëse fëmia juaj nuk duket shumë i madh në trup, sepse rëndësi ka që të jetë healthy. Ka qenë një ndër problemet që keni shprehur shpesh në të gjitha faqet e mia, dhe edhe unë fillim thoja, ore po se nuk është kaq, po jo aq, po ky han, po ky bën, po në fund ditës pastaj thashun vetë, po ai han, kjo ka rëndësi. Gjërat po i përballon mirë, kështu që ha Bato, se edhe ti po më duket. Bato nga peta 2 që i dhash, mbaroi le të themi 2/3. Dhe më pas e lash Lozin në gjysmore vet, është ora 8:10. Pasi Lozi u zhgrydhe ashtu, i ndrova e lava pjesën e poshtme, lava dhëmbët, ndrova pampersin dhe veshëm pijamat. Kjo është rutina pak a shumë që kemi çdo natë. Siç e shihni kam ulur dhe dritet, kam lënë vetëm një dritë të vogël në fund sepse filloj ja bëj ambientin e qetë dhe e përgatis për gjumin. Nëse doni që t'ju ndihmoj diçka për sa i përket rutinës, vendosini fëmijët gjithmonë në të njëjtin orar. Mos thoni jo po tani sot do dalim, jo po do vinë këto, do vinë ato e të tjerë. Respektoni orarin. Nëse respektoni orarin, fëmia juaj do flej kudo në atë orar. Dhe ne kemi vërtetuar këtë me Baton, nuk kemi pasur asnjë lloj problemi. Nëse ju i mbani oraret, gjërat, unë e kam thënë edhe herë tjetër që disa prej jush edhe më kanë kritikuar, sidomos në Instagram, sepse i dukesha e rrept, por në momentet më kritike kemi rezistuar dhe fal kësaj, për shembull Bato vjen vetë dhe thot, vjen një moment që thot mama gjum, ikim, dhe thjesht shtrihemi me të 2 minuta, 5 minuta dhe ai flen, nuk është se ai bën naze kështu. Kemi pasur faza kritike, por këto na kanë ndihmuar. Sigurisht
aktivitetet fillojnë ulen, pra nuk bëjmë më vrapime, nuk kemi muzikra, nuk kemi gjëra, marremi libër, ulemi, shohim librin, shtrihemi bashkë dhe kështu me radhë, por nuk zgjat shumë, se zëm me njëre gjumin dhe kjo fal rutinës. Do të thënë, kjo na ka ndihmuar ne dhe sinqerisht do ta provoni. Të paktën unë nuk mendoj që fëmijët duhet të rinë zgjuar pas orës 9, në paktën ky është mendimi im. Nuk gjykoj asnjëri, por thjesht unë shpreh çfarë mendoj që është okay. Tani, shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer. Unë nuk ju fola as për pushimet, kemi rezervuar biletat avionit, do t'ju tregoj ndoshta te vlogu i ardhshëm dhe do merrem pak edhe tani me hotele me gjëra. Erdha bato. Se u zgjat shumë ky vlogu dhe unë harrova. Megjithatë shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të komentoni se çfarë ju pëlqen. Po bato. Ma jep mua ta bashkoj. Se çfarë ju pëlqen të shihni më shumë në kanalin tim, mos harroni të më suportoni, të lini një koment, të shikoni videot. Erdha! Bato më fal. Ika.